Pas bllokimit të 25 tonëve misër rreth një javë më parë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit Shkodër ka bllokuar mbrëmjen e së martës 75 tonë të tjera misër blektoral nga i njëjti subjekt eksportues, duke e çuar në 100 tonë sasinë totale të ndaluar për momentin. Sipas drejtorit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit Shkodër, Amir Haderi, misri është bllokuar në doganën e Hanit të Hotit me qëllim kryerjen e analizave laboratorike për të përcaktuar nëse ka prezencë të lartë të aflatoksinës B1. Ne kemi qenë të fokusuar te rasti i alertit të misrit që ka dalë një prezencë aflatoksinet dhe janë marrë disa masa në lidhje me këtë procedurë që po vazhdon, që është pjesë e zhurmëshmërisë dhe hetimeve tona të sistemit të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në bashkëpunim me drejtorinë e përgjithshme. Aktualisht është bërë bllokimi i një sasie 25 tonë që ju tashmë e dini, është bërë bllokimi dhe një sasie tjetër dhe një fermë e qarkut të Shkodër, një sasi produktit misër blektoral, ushqim për kafsh. Mund të them që për fermën që është rasti me bazën e planit të riskut, ka ardhur nga zhurmëshmëria e qarkut Tiranë, janë kryer analizimet e ushqimit për kafsh, analizimet paraprake, është bërë bllokimi i sasisë produktit, po mahet në nënvëzhgim nga AKU-ja, por njëkohësisht nga drejtoria rajonale, por njëkohësisht kam kërkuar mbështetjen dhe të AKVMB-s, pasi është një fermë blektorale, të cilat ne nuk e trajtojmë, nuk është në trajtimet tona paraprake, por me që kemi të bëjmë me konsumator dhe përpunim të qumshtit që tregtohet dhe ashtu, po vazhdojmë të monitorojmë bashkë me AKVMB-n. Kemi bllokuar aktualisht rreth 75 tonë që po presim analizimin e tyre. Ndërkohë, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit ka bllokuar edhe një fermë në fshatin Trush, pasi nga sistemi gjurmueshmërisë rezulton se ajo furnizohej me misër blektoral nga subjekti i ndaluar në dogan. Amir Haderi shtoi se janë marrë gjithashtu 6 masa paralajmëruese ndaj farmacive bujqësore, për shkak të parregullsive të konstatuara gjatë kontrolleve. Janë i dieshëm në qarkun Shkodër ka qenë dhe kontrolli i PMB-ve, i farmacive bujqësore, ku kena kontrolluar rreth 15 subjekte dhe janë marrë 6 masa paralajmëruese në bazë ligjit të ri të inspektimit. Është kontrolluar etiketimi i të gjithë produkteve që janë të farmacive dhe është vijim i planit që është ngritur e task force-s që është ngritur me urdhër të ministrit. Regjistrat në mosmajtje të regjistrave nuk ka pas qarku i Shkodër subjekte të palicencuara për ushtrimin e këtij lloji aktivitetit, mund të them, por ka pas probleme të regjistrave, probleme higjieno-sanitare dhe probleme të ndryshme të etiketimit dhe ndryshimit të etiketave të produkteve. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit po monitoron me kujdes situatën dhe po pret rezultatet e analizave për çdo produkt blektoral që vjen nga Serbia, në mënyrë që fermat shqiptare të furnizohen vetëm me produkte të sigurta.